Pranoj se jeta më e mirë është në vendlindje në fshat. Gjithmonë. Është më e mirë se Zvicra. Po, gjithmonë. Shive, tash ti neve na ka qenë nevoja atje, se nuk më shko pi qefi. Po mirë, ai që dëshiron, ai që është punëtor, mund të jetoj edhe këtu. Shumë mirë bile. Po, shumë më Shumë mirë. mirë, më shoh këto si punën hall ku më kush i ka si një qelë, se me mërë telefonin e të shkosh në qajgjinis të rrish gjatë ditën nuk ka dhe kërkush nuk ta e badjava. Ashtu. Të vish në fshatin Banjic dhe mos e takosh Axhën Gjivahir, është e pamundur. Banjic e poshtë. Axhën Gjivahir, tregom çfarë ishte tu mbjell, çfarë ishte tu bë. Kjo këti Axhë deshem ti nimojmë pak. Se kjo burri afër 90 vjeta. Po. E në ala munohet me tokën që si e shef një vetë. Dhe një 90 vjeçar ti krye të gjitha këto. Po. E në kryt vetë që shumë me shkët traktar. Është me të vërtetë e mrekullueshme dhe interesante. Po merë të ketë që në falem dreken e në thash me gjithë një kojshi, bile pa ati jertë një meke në unë thash unë dëshku isha buhaze. Se më buhaze dhe në e mirë këtë qamejem, pse ke vëndu kështu? Këmë bëjmë se dilim djek. Prej djelit. Prej djelit, jo për qëtër sen. E mirë, ju me qëfar jeni marë? Me që marë une, si të thamë une... Këni jetu gjithmonë këtu? Jo, në Gurbet këmë qenë. Unë këmë qenë në Gjermonien e jem pensioneri Gjermonisë. Dhe tani e një kësër, apo? Këmë shko me 22 vjetë në Gjermoni, më të kohë në 71-shin, e në taj ala, familin i kom atje, unë vejet këmë mërë të du të raj këto më venë. Pranoj se jeta më e mirë është në vendlindje në fshat. Gjithmonë. Është më e mirë se Zvicra. Gjithmonë. Shive, tash ti neve na ka qenë nevoja atje, se nuk më shko pi qefi. Po mirë, ai që dëshiron, ai që është punëtor, mund të jetoj edhe këtu. Shumë mirë bile. Po, shumë më mirë. Shumë mirë, më shoh këto si punën hall ku më kush i ka si një qelë, se me mërë telefonin e të shkosh në qajgjinis të rrish gjatë ditën nuk ka dhe kërkush nuk ta e badjava. Ashtu është. A kush munohet ka, në këto bile në dënë të adish, ma mirë janë të fito këto se në Gjermani në Zvicrë. Po taj ka met a gje Gurbet, se Gurbeti... I kanë dëgjuar njerëzit Gjermani, por nuk e din se si është jetosh këtu. Po njeri kur e ka shnetin, ku tjetë majrë? Fshati Banjic njihet vetëm për qepët më shumë tja, po? Majlin këto, majlin qepë, jaja që është majlin qepë. Patate. E ju ditën si kaloni këtu në fshat tash, si pensioner? Mirë. Mirë. Po merem në unë kom një bafë që të shpia, në kom mirë gati këtë senet, e me qatë merem, me edin më rri badjava. Vazhdimisht, po. Në vetë kom qefë këto të rri. Se jeta ju në më hahe. Edin ma me të rrinë në i motë se gjeki me armoni kojshijat, e ne thashti kojshijës thash, që dhe shkëm ne për ditë, ka një meren. E na i ka që në Gurbet, pi Gurbet e erë drite... E mirë, këtu në fshatin Banjic, sa vjeqar është plaki me i vjetër? Qkio me i vjetër në e ka në diqirë janë. Edhe ditjerë? Me matët e këti. A ka shumë pleq fshat? Jo, vëllaj. Ska, ha? Ki 3 vetë ki si thëtë, se me këtë kimi muhabetin, 3 vetë të ti mi ala njërë të tjerit, kanë shko, kanë rojet.